ajo me të cilën e afektohemi kryesisht është shija, sepse prandaj punon gjithë industria ushqimore për të manipuluar shijen, dhe nga ushqimet e procesuara ne bëhemi të varur, siç bëhemi nga konsumi i duhanit, i alkoolit, i drogës, kanë të njëjtin mekanizëm veprimi. Dhe nëse në një ushqim të paketuar ne jemi 100% të ndërgjegjshëm se si është shija, pra nëse marrim një akullore me një shije të caktuar, e dim që ajo është e ëmbël, po them ka shielule shtrydher se ka një esencë. Nëse ne ham 2 mollë, qoftë edhe të një peme, njëra pas tjetrës, asnjëherë ato nuk kanë të njëjtën shije në mënyrë identike, sepse kanë sasi të ndryshme të lëngut, kanë shije njëra athëll, njëra ëmbël ndoshta. Ushqimi organik asnjëherë nuk ka të njëjtën shije, qoftë edhe nga i njëjti abim. Ndërkohë që një ushqim i procesuar ka identikisht të njëjtën shije, po padyshim është i manipuluar me të gjitha konservantët dhe gjitha gjërat e tjera që unë thash për të manipuluar dhe për ta bërë të kërkuar, po themi, këtë ushqim.